Gëzimi më i madh ka qenë kur jam kyç në ushtrinë e Kosovës, kam pa qytetarë të kajt, pe gëzimi që beshohin një formacion që i del Zot t'i veni disa djemë të ri, si që ishte Recep Selimi, Davut Haradini, Muj Krasniqi, se muj në kam pasa komandant. Muja ka qenë djallë shumë i mirë, një burë që mu të thëmë nuk ka di që është frika. Vëndë të gjithë shumë njerës s'kan shku me ndimuatimi. O kone pa moqme që flitet si thujnë, ja, o kone pa moqme ty të ndimon komandantit e gjendarë. Për njerë që kanë gjoftë komandantin shumë afer që kanë jetë për to, ka qenë shumë e rëndë se nuk kemi besu që e një do të vitet. Nuk kemi besu. Ato ka qenë i luft, po thomë që dhe të ka është djegë. Do e din gjithë. Kur shvëra ta pishohet, po e një sport, emë në mjanë gjithë shkollës. Se më mërqethet e trupi ka qenë amaneti se me mziftë. Na si fshat kemë shumë dëmtum, fshati ju, 13% të popullatës janë vra. Po, unë jam plagos me 2 qeshor, biti 1999. Mami që plagosu se më vra shokët. Se apo të hyshin ata, aso e rrugë dhe daqen pra pa shpine. Për me shku të gradina, këshin një gjatë edhe njëshën ma modhe që më vra shokët ma shumë. Dhe kam legju me vestë e mi të këbërtit, edhe nështë asos më arët se po tonë para televizioni, bashkë suko qetë. Objerime e ka shku suko qetë, ka dalë mbëroj. Trupin e vetë ka qitë para me që sot i kam bërë që ati ideali. Une vetëm 7 sopa vishek i kam gjuhu, se mujtë duke një periud thëmë, mujtë bona dhe mjeshan po jo, apo dikush tjetër, se s'ku mujtë ma shumë. Kur ma ka hek pjesën e mishit, se plumin s'ka mund me hek, jo do është me hek pjesën e mishit, pas të këmë të nëzirë synë është. Edhe ato më ka rot fikë, më nuk e di që kanë bo, më ka pas 8.000 ka pas në luftë. Mas ronim ka arë vojza vogël su më vikje. Tasha em ka vdekur shëndjerë, vojza vogël, e vojza vogël mu s'u kanë gjuhë teqë. Ishe ronë kur thëmija jytë nuk nje. Se unë thash, vojza ka një në luftë. Fikës 3 operacione kam bo. Tash edhe një po pres me bo në Gjermani. Sa di mësova ka shku burë tetën, unë kam shku të premte, nësimi ka arë qëtunën. Po ka qenë një bebasi e modhe që ne në ndodhe dhe ja që në ndodhe. Ne u denum 4 vjetë i gjysë, 3 vjetë i një mund kemi mojtë në borgu në nësimi. 4 veseti i vdeq baba dhe nona, para se me vdek baba mu, shumë e ronë. E morëm aq keq, aq ronë, shpirtnisht, aq u mërzitur na. Katëria su mërzit shumë. Po tomë si një kumor koraj e pitina kumor. Shkoj shumë edhe baba vdeq. Nuk një unë nga marë bërim. Së më leju. E po tomë kjo është prejtimi shumë i keq për neve që nga nga ndohë. Por e para me ndojshë, kone ke gjonë borë. Me njësë që kështë në nejtë 37 muaj. Me njësë më të majtë kombit. Me njësë më të majtë shtetit. Kam shku të Baci Jakob. Njëtën time së marë asë me Baci Jakob për shtetit. Edhe po më tëtë, Hashimi ku po të tha. Thash kësë me të pishpije edhe emocionet mëdhaja. Si ka Dreveseli e Hashim Thaçi, që i kam pri luftës proceseve të paqes në Rambujie, në vjen të Austrisë. Hashimi është palli shtetin, e konoli shate ata bura, propa grilla, veç ai që s'ka ndjenën njerëzore, edhe veç ai që s'ka gjak shqiptari me ndonë të keqen për ta. Unë besoj shumë Zot, jam i bindur që ata shpejt do t'i kemë Kosovë. Shpejt. Po ku do t'jesin ata dyftyshat, ku do t'jesin ata që kanë rrejt, ku do t'jesin ata që kanë bo marafaki, që kanë bo pjesë të për para, apo kanë bo shpionazh, ku do t'jesin ata. Po shkom po bashkëpunë me bien serbe. Po nuk e di këta njeza kanë gjak shqiptari. Po shpimi o bo adenën. Se i rasi kjo në tyve në Ferizaj. Po nuk e di që rëndim vetëm bre. To e di që morë Kosova si bashkangjitë të Serbisë. Kosova do të bashkangjitë të Shqipërisë me emër Zotit. Hashim Thaçi të Covid-i s'ka ro kur. E ka imunitetin e fort trupi tina, është më që ditë. Vdekin e kam mendu gjithë mund edhe mendoj, për qamin se kam mendu kur se do të këtë të shqiptarët. Gjithmonë njerëzit kyqen në një punë kur të me bu përmes shokëve, përmes njerëzve të besu shumë. Kështu që familjet unë bëj aty në shokëve, mas po që kanë bërë sebeb dhe më kanë kyç në ushtrinë shqiptare të Kosovës, duke vajtëndëruar ata, që kanë bërë besimin e plot, familjen time po edhe të une. Unë jemi kyçur në vitin 1997. Sebeb ka qenë real më bo, ka qenë mos jashari, që unë më të kam qenë një klasë në atë kohë dhe me musën kemi me familje kështu, lëvizje që edhe sebeb është bo Musa kanë jetë unë një kohë dhe përmes Musa unë jam kyç në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Po ditë e para kur të vështira, se unë isha i përndjekur nga pushteti i asoj kohë, se unë kam dezertuar nga ushtria Jugoslave, në vitin 91 kam qenë pjesëtar i armatës së Jugosllavisë. Isha ushtar në Kroaci, atje filloi lufta dhe unë dezertova apo
ika për asoj ushtrie gjakatare, bashkë me disa shqiptarë, të asoj kohë me disa shu, dhe unë nuk ika në Perëndim dhe ktheva në Kosovë. Dhe unë tani isha e për ndjekun gjithmonë, nuk kisha lëvizje të kuvizuar vetëm të nej mikë të dajt e dikush. Edhe në momenti që në fund të kyqem në ushtrinë qendrore të Kosovës, si thashë më herët, po të momenti më gëzimi më i madh ka qenë kur jam kyqur në ushtrinë qendrore të Kosovës, të e ditë si tash për japim një kontribut për vendin, kombin dhe për familjet tona, sidomos për gjitha familjet fjala, kështu që ka qenë një e papritur e mu. Se unë kisha ndëgju edhe kisha po pjesëtarët të ushtrinë qendrore të Kosovës, që se marrë unë kisha po, se ashtu ishin lëvizjet që vishin të shtëpia ime, ishin lëvizjet të i njoftë njerëzit. Unë kom edhe marrë kisha po, para në të shotë që kisha po, kanet Rasim Kiqina në shpindime, kanet Jahera Hajdari në shpindime, Muharrem Xhamali, Isa Xhamali, kanet shpindime. Qysh para në të shotës, ata ishin të unë e rrishin, edhe tani, aja më njëndi ideja që edhe ata tani u morën dhe u bashkangjita në radhët e ushtrinë qendrore të Kosovës. Shërbimi Jugoslav si isha, kam nejtë unë dikun mbi ofër 8 muaj në shërbimi Jugoslav, dhe më ka shërby shumë për luftën e ushtrinë qendrore të Kosovës, ai trajnimi tyne që kemi bënë në atë kohë, na ka vy shumë. Kush e ka kryer shërbimin Jugoslav, i ka vy shumë se parasysh se kem ditë, unë kam armja kem ditë me përdorur më herët. Po i kemi mësuar disa gjëra që si kemi ditë, e kështu që na ka shërby shumë. Shumë për ushtrinë qendrore të Kosovës, sidomos për neve, ka shërby shumë. Se mi thonë dikujt në institut me qenë një rom, një grop apo një diçka, ka qenë e pamundshme se ata nuk e nishin vlerën e asoj kanali societike për mbrojtje tonesh, kështu që na ka vyer për shumë sa na ka vyer shumë. Unë pena të shoh deri në përfundim kam qenë në Drenicë krejt. Kënd territorin e Drenicës kam qenë. Nuk kam qenë në territorin se s'kam dalë. Vetëm familja më kanë shkuar në Shqipëni në mars, në atë non mas bombardimit të NATO-s, ku i kanë bërzo qytetarët gjithë Kosovës që kanë bërzo fëmijët e mi, dhe fëmijët e mi kanë shkuar në Shqipëri, unë kam nejtë në territorin e Kosovës. Kam qenë Morin, Rezal, Makrmal, Pollush, do të thotë, këtë lufta ka qenë imja në territorin e Drenicës. Mburrëm që kam pasur komandant, si Lazar Gutin, Ahmet Zabelin, Nazim Mucatin, kështu që mburrëm me shok që kam pas. Në lagjet time ka shumë pjesëtarë të ushtrinë qendrore të Kosovës, si i vetë njëne, po jemi një numër bukur i mirë, dikun për 9 vetëve, nëse kam bëj 10 në lagjen time në Gucati, kështu që fshat i kim 4 dishmorë, që mburra për punën e tyne dhe që kanë maçtrajt e njëtën e kam për këtë vend, ne kemi vepruar gjithmonë në territorin tonë. Lufta nuk është e lehtë. Lufta duhet me ka vrasje, lagesë, ka djegje, shkatërim, sidomos kur ki familjen në territorin e ku bëhet lufta, është shumë e vështirë. Ne kemi pas familjet, sidomos Drenica, po edhe Kosova, se s'mund ta ndalë Kosovë, ata që kanë pas familje tu ka qenë shumë e vështirë të luftosh. Bësh luftë se kur ti kish thrim në një zonë ku digjet flak, është bukur e vështirë. Po ne nuk i kemi qyr ato. Se po ti kishim qyr i kemi familje, ndoshta s'kishim luftu. Po ne si kemi qyr në familja kush janë, edhe ne kemi bu luftë, ka një luftë shumë titanike, që thojmë. Një luftë ka qenë, sidomos në fshatin tim, ku ka shumë dram, në Marin, në Rezal, ato pjesë, sidomos në Drenica ka shumë dram, ka qenë një luftë shumë e rreth. Ofenziva ka filluar me 3 gusht, jo me 2 gusht më fal, ka filluar ofenziva në atë 8-ën dhe ka përfunduar me 11 gusht. Do të thotë 7 ditë kemi luftuar Marin, Rezal, kemi luftuar ato. Si ka qenë luftë pa barabartë, ne kemi qenë me disa armë të lehta, automatike që thonë, push gjata, ne s'kemi pas topa edhe me na hesa që ka pas armiku. Po çatë rrugë, mbi 14.000 forca serbe s'ka mund të deportojnë në shkojnë në Kafs. Kjo është e vërtet, kështu që me forcat serbe nuk kemi qenë barabartë, gjithmonë të llogarit armatimin e tyre. Po vullneti i madh i pjesëtarëve të ushtrinë qendrore të Kosovës edhe kuraja për shlirimin e vendit ka qenë shumë e madhe. Ato janë skenë e ushtrinë qendrore të Kosovës me 28 nëntor në atë shtatën, për mu ka qenë befasi, të thëmë sinqerisht. Që do të tolim publikisht në të bimin apo në varrimin e mësuesit Halet. Ati tisha me disa kusheri, me 26 këndodhe i rasti, në Laush, forcat serbe se dëshën të deportonin për vojnik të komandanti Abedin Regja, të shkojnë të rrëdhëkojnë Abedin Regja dhe ne i ndigjumë disa të shtena ato. Dhe ne i thujmë një molli, thirët molli Deviqit, thirët, dhe kemi shku deri në atë pjesë të molli Deviqit,
me disa shokë edhe të fshatit, ku ka qenë edhe Rifat Mziu, Agimi, Zeneli, Nazifi, Hamiti, unë shumë, edhe kemi po që kanë qenë i fortë shumë e madhe ato, edhe është bërë një luftë shumë e madhe. Ne kemi qenë pikërisht në atë kohë nuk kemi pasë gjithë arme. Duhet jemi sinqertë, një pjesë kanë pasë arme, s'kan pasë. Po vullnet nuk kanë arme neve. Me 28 kemi më pjesë në varrimin në Mësusalet. Nuk e kam ditë. Thamë sinqerisht se mujtë gjenjej para ju, po opinionës me të gjenjej, dhe me kanë dalë, kanë po qytetarë të kajtë, për gëzimi që beshohin një formacion që i delë zotë t'i veni disa djemë të ri, si që ishte Recep Selimi, Daut Haradini, Muj Krasniqi, se mu në kom pasa komandant brigade dhe kam një personalisht me mu në kam nejtë. Kam po qytetarë të kajtë. Dhe të thëtë, jo që varru Mësusalet, se ljarga saj, po ata njëzë e këtyn pej dhimbjes, e këtyn në gzim, ku i ponë pjesarë të gjithë në Kosovës, që dole në skenë dhe ata dje mashtëri. Prej ashti muja ka qenë maj vjetri për tyne, me munjim se muja gjatë të 7 që lindë në skaboj edhe une, ata e në matë Regja dhe Dauti, 2 generali ka qenë shumë matë i natë kohë. Po ka qenë një vëndët shumë i malë, se dalë qëti publikisht para gjitha soj mose, edhe foca Serbe vija erore, as 2 kilometra s'kanë qenë, ka qenë një gëzim shumë i malë i qytetarëve, i gjithë njerëzve anën banë Kosovë që ka morë pjesat vërrim. A e ka qenë një, si të populli, tash e kanë bërë populli si shpresën e kanë, ne ushtin që do të thotë si ky vend do të shqirohet i ditë. Muja ka qenë një djalë shumë i mirë, një burr që mu të thëmë nuk ka di që është frika, nuk ka di që është armiki, s'ka di që është pushka. Muja ka qenë qyshtë në fillet e para të ushtin që do të Kosovës. Unë kam pas komandant brigade, më ka arë takone me unë edhe në Likovsk, më ka arë takone me unë edhe të shokë si dhashtë të Musa, Shpintina. Në atë kohë ka qenë shumë shtirë tjesë pjesëtari, shtisë në Kosovë, sidomos në ilegalitet, këta Musa, Muja, po gjithë, më krymë e komandon të gjithë dhe me shkoj se ishin në halë në sytë të Serbisë të armishve. Po Muja ka qenë trim, Muja nuk ka di që është frika që dhe shëtë ma eret. Muja ka qenë një tamët e prorë i disciplinun edhe për veti, po edhe të shokët edhe të ushtarët. Te Muja nuk ka pas, Muja ato ku ka pas luftimi, Muja ke pas ato. Apo do në Dugagjen, apo do në Drenis, apo do në gjithmonë, mune ke pas gjithmonë e ke pas ato. Mune ke pas apo do në Kijev, apo gjithmonë mune ke pas ato. Muja nuk ka ndodhë tjetë ushtari i pari e muja tjetë i dyti, jo. Muja ka qenë i pari, tani ka pas shokët mbrapa ushtarët. Te Muja nuk ka pas, që tjetë Muja dikun një vijaj, për shembull vit tjetër mbrapa, jo, Muja ka qenë i pari gjithmonë. Ja, Muja ka kërku mas shumë të ketë guximin, kurajon edhe të ketë vullnetin ushtarët. Muja këto ka kërku pishtarë. Muja s'ka kërku jashtë asaj që ka s'mën e bënë dehe. Muja që ka kërku tjetë guximi, edhe gjithmonë fjallë dina ka një që pedim se po liftojmë, pedim për kom po liftojmë, edhe pedim kundër kujna po liftojmë. Muja këtu i ka pas. Muja ka pas të pare të bornis, muja ka pas të pare të trimnis, muja s'ka pas të muja që mi thonë mu s'bënë që mu, jo, muja ka thonë veç po për veti. Gjithmonë, kur ka thonë për veti po, tani edhe ty t'ka e për korajo, ka shti dhe ty nështë hallo ma shumë me që me gudzim shumë. Muja ka qenë një rapsodi mirë, është e vërtet. Tekstit i ka bo që Regja generali ka shkru, sa ta e një pedoj, generali Recep Selimi dhe Muj Krasniqi një pedoj. Tekstit ka shkru gjithmonë Regja, po Muja ka qenë shumë rapsodi mirë, Muja ka rojë që të lejës mirë, ka kënu kongë shumë të mira dhe gjithmonë kongë patriotike, pe i fillimit të vetëm luftë, po edhe para lufte, Muja ka kënu kongë patriotike, që do thotë Muja ka frymzu ato kongë. Tani edhe Muja na ka frymzu dhe neve tjerve. Unë e di Muja kur ka qenë dhe plagosën, ka në spitalin Qerezit, ka në disë hospital, pa e ka kënu. E ju ka e vullnet edhe ushtarve, shokve, se do të një i plagum, po kënën kongë, edhe po t'ja vullnet për luftën, për guximin. Muja këtu i ka pasu të bare. Po në natë ditë ka ndodhë 5-7 morsi, ne kemi qenë Marin, grupi jonë, në mëngjes herët, kemi dëgju. Ne kemi bo një eroj, unë kam shku në orë 4, kam vjetë të shpia, 4 gjysën se ka bëj, unë edhe Amiti edhe Zenel Mzi, si sot më kujtohet dëshmori, tash në djesë post, edhe në ora 6 kemi ndëgjuhe dhe jemi qu. Në Marin ka qenë një barikad që thuhet e forcave qetnike sërbe, ka në afru dhejt e vorët tonë, dhe nalë.
Minisa e per ka gjuhe, i ka gjuhe 2 punëtorë, ata njëri duke shkuar në Frenikën në punë, një i Rezallës ka qenë, dhe një i Morinës duke shkuar në fabrikën të asoj kohë me punu në fabrikën e tjegullave, apo tullave, si stojmë ne. Ka qenë duke shkuaj edhe i kanë gjuhe, i kanë këthy. Dhe ato na kanë emru që forca serbe kanë hy, edhe kemi në që forca serbe më prekasë. U vëndë gjë shumë njerëz s'kanë shku mindimuatimin. Pas ka qenë rrethi i ekut, se u sulmu Lausha, u sulmu Çareva, edhe prekaze adete. Insulmue. Dhe u kone pa mundshme që flitet, si thujnë, jo, u kone pa mundshme të ndihmon komandantit legjendar. Atë ka bos forcat moja, sa nuk e besojnë që ata që e kanë bërë me sy. Unë i kam bërë me sy të mi, gjithë të forca marin, Pollush, deri në Pollush ka qenë një kordon i ata shumë, me autoblinda, kiret bindume dhe disa tanksa që i kanë bos ato. Po neve nuk na kanë sulmu, ti me real, neve nuk na kanë sulmu. Ne tani mi bubash me komandantin i Lazar Kutin, i mi vendos. Mi Morin, mes Morin edhe Rezalli mi vendos ato, dhe ato i mi barekatu një krusht i vogël, jështorë, se atër s'ka pas shumë me uniform, shumë me arme, edhe pjesa e qytetarëve që kanë dalë, kush ka pas arme të vjetat të mëshefta, kanë dalë haptas dhe kanë ardhur në bashkangjit me neve. Kjo është e vërteta. Si thash, ne nuk na kanë sulmuar. A ditë ka qenë 30 rresht kanë sulmuar vetëm Prekazin. Ato këtu, Laush kanë gjuhë granata, është e vërtetë kanë gjuhë disa pjesë, Çareve kanë gjuhë një pjesë, dhe te Boroja, ditë ka u konë një luftë e pabarabartë gjithmonë. Kuptohet me gjithë forca, se forcat më ka pasur fabrikën e municionit të Skenderaj, pe i Tërnoce e pjesa nena, dhe është granatu Prekazi, pa mësirë shumë, si thonë. Ata s'kanë qyre të mi, pleq, gëra, s'kanë qyre dhe kanë bënë për të masakrë, mujmë të masajna. Dhe deri me 7 mars, që fryma e fundi ka qenë komandanti legjendar Ademi Shoj, dhe ne na kanë informu komandanti atër që do të thotë është vra Ademi. Ne një pjesë e kemi ditë, një pjesë e kanë ditë, dhe kjo është e vërtet që aje ka qenë një luftë titanike tina, një luftë shumë e pa barabartë me forca serbe, po vullneti që tash i madh i komandantit e Hamzës Bacria, Shabani, gjithë lagjes ato, që ato një vra 2 nip aty në ka vinë më ndihmu komandantit, një vra 2 tjerë më vra pe Dubovci, nëse s'ka bëjnë ata 2, kështu që kanë qenë një luftë shumë e pa barabartë. Po të them sinqerisht, jo aja ka jep kuraje shumë atë madhe, që qytetarët e keni bëllë vetë me siguri besoj, nështë ka qenë njëri, po ke mund me vërcilë, veç ka qenë një vëllë, ata qytetarët fillun të armatosin gjithë, që si stojnë ku kanë mujtë marrin arve. Vullneti ka qenë shumë madh, u bashkan gjithë në shumë në radhët të ushtiqin në Arfësos me qindra mira njerëz. Kjo e di si Serbia bën masakër, nuk kursen as grasë mi. Po për ne ka qenë lojme shumë i idhur, për neve, sidomos, ishtë pjesëtarë të ushtiqin në Arfësos, sidomos, për njetë se kanë gjithë komandonin shumë afër që kanë jetë për to, ka qenë shumë më rëndë se nuk kemi besu që e një do të vitet, nuk kemi besu. Të e ditë punën e tina, aktivitetin e tina, një tremnit modhe tina të familjes ina, tina vetë personalisht të Ademit, të Hamzës, gjithë ato lagjes, se ato ka pas pjesëtarë të ushtisë edhe tjerë që kanë qenë Fajk, Jashari, tjerë, Musa, Sahet e gjithë ato që kanë qenë ato. Tani Baci Hame që është vra me baba i Musës, që në vra ato, e vra shumë e shumë tjerë, mësë jesë bërsh me amën atësh. Ne na kanë gjithë, po komandanti nuk u shuaja shpresa pse u vra komandanti, tash do të shuhet ushtria e Kosovës, do të shuhet lufta jo. Përkundazi është dheza më shumë, janë mobilizuar më shumë qytetarë, sidomos rinia, janë mobilizuar kanë ardhur pi perëndimi që dim, të rit shumë kanë ardhur në luftë dhe vullneti ka qenë shumë i madh. Jo nuk kemi marrë, se ka marrë një numër shumë pak i vogël, duke falur disa fshatra për rreth si kanë hap varret, kjo është e vërtet, sidomos Klina, mësies u bë fshatrit Klin, ata kanë marrë pjesë në hapjen e varreve, kam punu në 8 ditë se o zosh mbi 56 vorë nëse s'ka bëj me hap, kam punu në 8 ditë se kanë hapa të vorë. Jo, ne nuk kemi marrë pjesë. Unë si Tomas jo, po një pjesë shohë se nuk kemi guxoft. Tash djemi real, jo që nga Afrika, po bëjmë dom më shumë për shkak të qytetarëve që kanë marrë pjesë në varrim. Po kanë ardhur me mira qytetarë atë ditë ku i kanë vendosur në servis, si thojmë ne, ndërtimtarisë, ku kanë ardhur njerëz që kanë vizituar Kofoma që kanë po, se që ka po Serbia. Ato ka qenë kolion shumë e gjatë, mos ka bëjnë 2-3 ditë që kam vizu i kam po, dhe se kam vërosë. Kanë ardhur shumë qytetarë për gjithë Kosovës, mujtë thëmë edhe për Maqedoni, për Ibise, shqiptarë kanë ardhur shumë i kam vizitu. Jo, tani kam punu në organizim ma shumë. Në organizime kemi punu ma shumë. Pa e tani një përgatit për luftë frontale.
Si thash, kemi qelë kanalet, jemi përgatit, mi mbrojt qytetarët, venin tonë mi mbrojt, dhe kam fillu organizimet djemetri, sidomos e rinis, të cilën vesh për erë. Kanë shku në Shqipëri, janë armatos, janë këtu, janë ardhë, dhe kanë ardhë një numër bukur i mirë dhe pisi ashti, shru ne kemi fundu në organizim. Të e falë Gjeneral Recep Selimit, Ilazit, i Tullagicit, gjithë struktura ma jashme qeshin, shok të komandantit për i vitit 90, 91, 92, këta qeshin, ka punu në qeshtë organizative dhe kemi punu shumë për të bojnë një mbrojtje vendit tonë. Unë ata një ku kam shumë Likovës kam punu, që zdu ta maj, në i bike që loj logistike, kam hap furën, kam hap kuzhinë, kam hap ato, ka qenë depoja e ushqime që ka qenë, edhe kem punu në ato, tani unë ato këmë në 6 javë, ma 6 javë jam këthy prap në pika molje u thirë në ato, njësiti molje, jam këthy në njësitin të molje, ku kam basë komandant si thashe Ilaz Rëkutin edhe Ahmetin edhe Nazifit, që ka qenë komandant Toki, që kënë thoni. Shqy tani jam këthy ato dhe këtë veprimtarinë kam pu tani në formacionin ushtarak. Po veprim, thash, ka qenë i pauzë, se forca sërbë u vendosin një pjesë palacit, u vendosin Marin, poshtë, ku sot rrethi, dhe ne ishëm pjesën e përmet Marinës, ku sot Xhamia. Si janë të varrezat mi Marin një vendosëm, ato i na vendos, dhe forca sërbë ka qenë të rrethi ku sot, mas një kohë forca sërbë të rjek, nëse s'ka bëj mund korrekt që shorin të rjek, për aty të vendos në palac. Në 3 muaj nuk kemi pas. Ka pas ato këto gjujtje sporadike. Na kanë gjujtje sporadike kemi pas, shkemby gjujtje sporadike. Kanë gjuhë me minels. Nëse se ka bëj dikun fundi muajt ka qenë, ku na kanë provoku, po ne si kemi provoku ata se ne edhe mungesa e municionit, disa se na municioni keni bëjt me krah, që dini ju. Kretë është bëjt për Shqipëni me krah. Dhe kemi rujt. Ofenziva madhe ka qenë, që thash, me 2 gusht ka fillua dhe me 3 gusht është ra dëshmori parë, brigaton 1-3. Po, se ne çdo moment e prit shumë sulmin, çdo moment prit shumë që do të na sulmojnë forcat çetnike serbe. Dhe kemi qenë përgatitur, kemi qenë Marin, afër rrugës sot ku është rruga nacionale, ato kemi qenë, kemi pas vendos ato, në Marin poshtë na vendos, dhe ato ka zot ofenziva 30, mas 30 imi të rjek, imi gjithë në pikat e para ku kemi pasë, thash, ku është Xhamia, ato për aty të mos kemi vendos, si mi largu 14 muaj. Edhe ato ka qenë luftë, po thonë që dhe toka është djekë, këto e dinë gjithë, është djekë edhe toka, ne kanë djekë gjitha shtëpit, janë vëra disa, ato janë plague, Besamzi në Serhoti është plagu, Hamzërkuti është plagu, edhe është ra dëshmori, Zenelmzi është vra me 3 gusht, është vra. Zeneli ka qenë student shumë i zoti. Me thonë 3-4 muaj para lufte ka diplomu nëse s'ka bëj Zenelmzi. Ka qenë ideal i ri, veç sa pa të martuve, se s'ka lënë as fëmijë. Vjen shumë keq, pak të një ideal apo një vajzë ka lënë. Se zoti do që ashtu qaj tjetë dëshmor sot. Zenelmzi është dëshmori parë. Zeneli këmë të rije kone, Veseli Ruqi, Ramon Ruqi, e kemi të rije, Veseli kur është vra. Aty që thashë plagu edhe Mehmet Zabedi edhe Mohamet Moni jam plagu edhe ditë, edhe 2 tjerë. Jam plagu, ka qenë mbi 6 vetë numri plagu së ato. Ka qenë shumë e rëndë, se unë e Zeneli e kam afer, e kam fshatit e kam. Ajo lagje e Mzi, unë jem lagje e Ngocati, kështu që ne jem një fshat i vogël, po jem fshat shumë i lidhë me zveti. Edhe kur është vra Zeneli, po të thëmë sinqerisht, e kemi një vetën gjithë keq, gjithë fshati, gjithë shokët, edhe Rezallës, sa ishe edhe Dhondër, i Rezallës ishe ideali. Ka qenë një humbje shumë e madhe për ne si fshat. Si një ideal i ri, një student që vetëm sa pa diplomu, jo student që ka po student shumë i zoti, në atë aspektin profesionaltina edhe shumë i aftë. Po, ra dëshmor, edhe ka qenë një amanet i tina, nuk i kemi dirë kush vratë. Se mos të ka dhe qëto, ishëm në Marin poshtë, të një lokal të nejtë, ishë një qandër e johëne që ka qenë to. Edhe po thotë Zeneli në Ahmet i po shpirti, na ishëm ishë Marina, o shtarë të Marinës. Kush vrata bishohet, Marinën sporta, në më janë gjithë shkollës. Se më mërqethet e trupi, ka qenë amaneti i Zenelmzivt. A i djallë ka thonë, aty ishë Rifati, ishëm gjithë. Une, Nazifi, Hamiti, Ali, Kelmendi, plët ishëm o shtarë të Marinës, që 5-16, edhe tha na Marina, dhe kush do që të vratë për një, se na e këshëm fillu shkollë me ndërtu biti 96. Vetë me pare tona, me ndimen tonë, a sa këshëm.
Dhe zënet mëzive Lena Manet, ku është vrati pari kësaj shkollë të Inxhit të Temni. Mas asoj fjallës ka shku një muj edhe vrati zënet mëzive. Dhe sot shkolla ju në ka në zënet mëzive. Do të thotë, i ka parandi pa kaj dosen, edhe i ka parapriqe, do të jetë me zëgjë dëshmëri po edhe sot e kema të shkollë me emnin zënet mëzive. Po për zënet kur jemi mërzit gjithë kemë pas dhimbje, edhe sot kemë dhimbje, sot është familje e mirë, është familje se edhe në kohën e luftës dysh botërore, që kanë njëftu në luftën e Shamapalushës, kanë qenë babë gjyshit tina, kështu që një nadhime shumë, po falë Zotit me djemë të tilë, sot vend një unë është i lirë. Për kundër asaj që kanë ndolli me neve, gjitha të djeki, gjitha të vrasje, o do është grumbullohen forcat e ushtësimtarët të Kosovës, që stashëm me shok tonë, me udhëheqjen e komandantëve, dhe ne kemi vazhdu luftën deri në fund. Ne kemi vazhdu luftën deri në fund, na si fshat kemi shumë dëmtuar fshati ju, 13% e popullatës janë vrarë. 460 banorë ka pas fshati ju në atë kohë, jemi 13% vrarë. 2 lagjet ka mësu mas shumëti, lagja Mëzive dhe Hoti ka mësu shumë. Për një familjes, ju ndikon nëse s'gaboj, mi 15 vjetë vrarë, veç në një familje janë. Një familje, lagja Mëzive. Te lagja Hoti janë 6, një familje. Kemë shumë vrarë, po prapë luftën e kemë vazhdu. Nuk kemi nojë, pse i ka bo Serbia të masakra, pse ka bo gjithë djeki Serbia, ne si besohet të ushtishim në Kosovës dhe qytetarët e Kosovës që na kanë ndihmu me logjistikë, se ne u dosh flajm dikun, u dosh të ushqejmë dikun, na kanë ndihmu dhe luftën nuk e kemi ndalë prapë, se do të shpresa ka qenë në modë se ky vend i tjetë do të çlirohet. Po unë jam plagos me 2 qershor, vitit 1999, në mbi Gryk të Laposhnikit, thirrët Gradina, besoj e dini, aty jam plagos, në afërsia ka qenë 5-6 metra, mos tjesë thëmë asrafra po, se motë se komeq me hapa për afërsis, që më ndonë shokët, në ora 4, kanë tentu forca sërbe që tynë. Dhe falë Zotit, unë në blagos, a ditë të fanëru Zotit, ma mi që blagosu se më vra shokët. Se apo të hyshin ata, aso e rrugë dhe da që më bra pa shpine, për me shku të Gradina, këshin një gjatë herë dhe njështë me më dhe që më vra shokë ma shumë. Po im takune me ta, kam pasë edhe një shok me veti Edmin, Kastratin, dhe ne kemi bo një rezistent, asa kemi mujtë, edhe vetëm unë më blagua ditë, asë një do me materiale apo në njerës nuk kemi pasë. Ka qenë një luftë pa barabash që po thëmë gjithmonë që me përseriti, edhe kemi njëftue bukur shumë. Të fanëru, Safet Kastratin, Fatonin, që mbjemi tash për momentin, s'po më kujto është një djallë shumë i Zoti, që e fanëroj për juve këtu, Safetin, Elmin, ka o njësiti i tyne, që tash sekretarin do kom, njëra Madagash që ka o njësiti i tyne, dhe është bërë një luftë shumë e fort, ku forca serbe kanë pas humbje. Ti një të binë në forca serbe kanë pas, që ata s'kam besu si ka me hasë në atë rezistencë, aqë fort. Edhe jëmë këty mrapa forca serbe, ka të vrapë bëjtyme, ka të bjagose më një është e vërtit, edhe kam dëgju me vesh të mi të këbërtit, edhe nështë asë është marë, pëse përdojnë para televizionit, bashkë suko qetë. Ullërime e ka shku suko qetë. Suko na qetë si ullërojnë, ashtu ju ka shku ullërime, pëse ka një sendviq ata. Një siti që ishte të Gradina, ka sulmu, një siti i kullës që i thujnë veni, ka sulmu edhe Fatori, që dhe shkurkar Fatori mrapa meje. Me më dimu me më tërhjek me se Safetim ka tërhjek i pari, të nga orë Fatoni. Fatoni ka qenë me një mitraljes me 2 bosh për funi, kemi thonë me 100 copa fishek, ka dalë mbëroj. Trupin e vetë ka qitë para me që sot i kom bërë që ati ideali, edhe ndalë Fatoni, edhe ti një të bindin i kom një të gërval, sërt, apo forca qetnike, bashkë sukona qetë si u lirujnë që ka liruhe. Të argumentojnë e shokët e mi që kanë qenë ato. A ditë jo më blegosu një morë 5 pluma në kom. Kam qenë kom kërë më blegosu. Se unë i këmë po të ardhë, po njëri ka njerë është ta para vdekja po para plakosi, sene nuk bashkë mirë edhe unë të mendu si musion të undë, do të me sinceriteti matë madhë. Unë vetëm 7 sopa fishek i kam gjuhu, se mujtë genje për ju të thëmë, mujtë bona dhe mjesha për jo, apo dikush tjetër, se s'ku mujtë ma shumë. Vetëm 7 sopa fishek i kam gjuhu. Gazmend i bajnëcës është, Elçoni, i ka gjithë të neqët, është dhe në qezimin, 7 sopa fishek, se s'ka mujtë ma shumë, se gjakdere ja moha që ishë në kom, dhe më ka lëshu fuqia, edhe kam me të ratë, komën e kam lidhë vetë, me rrypin që kam mjek, e kam lidhë dhe kam shtërku me dru, të në dëshmitar Safeti edhe Fatoni që thash.
edhe kam mjedh komën vetë. Kanoni e sitim kanë dërhjek, dhe ofër Berishës, si të kërë fshati i Berish, nalë, e ato ka orë generali Recep Selimi, në për pluma, në për ato gramatime, më ka morë Recep Selimi me një makinë, gjip, të asoj kohë, dhe më ka të rikë Recep Selimi me gjip deri në fshatin Divlok, më ka që. Aqë granatime ka pasë. Se ndikon në nëqizime të kim gjithë, ka me nëqizime për ato, se ka shkyshme rrugës, kodës, ka qenë rrugë, edhe na granatëshin. Tinit binë se galu edhe gjipi për vene, kjeri makina rjuke, kur na kanë granatu. Po zoti malë, pështum në adit, kjo ka qenë gjithmonë, aja, për s'ka të denë gjosh ka pas lyftim ato. 2 orë ka lyftu, shokët e mi, që i fanër gjithë bashkë lyftetarët e ushtishën në rëzot, që ma kam shtu jetë e mu, të vetëm se fet ka stratin edhe fatën, se fejerin që ma ndimu shumë në atë rast, edhe gjithë shokë tjere. Tani Rexha ka orë në makinë generale, më ka morë, ka të rjekë për vend gjarjes. Ndërkojnë në Divlok, spitalin improvizum, se jo spital, se allë ki mendojnë që ka qenë spital, apo qytetarët mendojnë ka qenë spital model. Spital lutë, është një shpi 4 dhomëshe, plagosër mos vetë. Plagosër, ta në dhomët me ka 5-6 vetë, plagosër në 7 vetë një dhomë. Ko anë zeti, ishë qëshori. Ato këmë operacionin parë, mi thonë dikuj që këmë operacionin pa narkozës. Jo vetëm në bëgëm shumë njësë para meje pa narkozë. Pa narkozë këmë operacionin parë, është doktor Fadil Beka që e fa ndërë shumë, doktor Fadilin, Fitim Selimin, Hyra ka qenë një motër, shumë motër medicinali, mësë jesë bërë që Antigonia më zgabofësha, me amen, kanë qenë shumë kanë qenë. Fandej për tyne, edhe kanë bo operacionin pa narkozë. Edhe ju në ta uvelin moderne, si sot, si kanë salat, po ka qenë e drunit e marume, në barë. Se ku ma qu generali Rexha, edhe ka qenë në barë, e marume pe drunve pe molit. Edhe në ato, mi kanë uniformin që mi kanë brejtesët, mi kanë ndodhë pucën, edhe plaka ka qenë kitë pjesë. Që di dhe kjo veni, kur mbra pa kësoj më ka kapë, kënina, edhe Fadil Beka më ka operu me Fitim Selimin. Asë se nësë më ka orë ma fështirë, se sa, kër ka jek plumin, se unë i mbos plumat kanë qenë dum-dum. Se tash pidina që mbos fotografive, si jënë cpirat e plumit kom shumë mranda. Edhe në Gjermani, për e pra më ndërgu se plumat ka qenë nuk e ka njek një pjesë. Kër ma ka jek pjesën e mishit, se plumin s'ka mund me jek, e do është me jek pjesën e mishit, pas të këmë të nëzirë synë është. Edhe ato më ka ratë fikë, më nuk e di që kanë bo, ato më mos ma zordi, unë më operu pa narkozë. Po jo të më bojnë operu shumë shok mi pa narkozë. Se s'ka pas. Kur ka pas, kanë galu sa ishim një kohë s'ka pas, se pa të pru salën operacionit, një kohë s'ka qenë salën operacionit atë kohë. Po të një ofenzive a shkatrejt, një kohë që në shkatrejt gjitha fshatrat. Unë jam operu në Divlok, kam në Divlok 8 dit, nëse s'ka bëj, jo s'pas në 8 dit, 6 dit, me datën 8 qershor, kanë orë forësat e NATO-s, anglezët në Berish, kanë zbarku, 1-2 helikoptera, dhe mu më kanë morë, që kena dhe më bashkotës, pe i kamarani kemi morë me veti, një thmi, edhe një nusë ka qenë e re, po sa ka lindur aja, ka ra një raket prej Goljeshit, dhe ka vra 6 edhe 26 plagu në grykën e gashit, më s'ka bofsha, ka ra, edhe 26 lindu. Aja ka qenë e bo në lam kretë, nuse, edhe aja ka orë në bashkë me muna 3 kemi shku në Shqipëri. Në Shqipëri kemi mrinë me 8 qershor, 8-9 qershor, kemi mrinë në Shqipëri spitalin ushtarak. Ta një operacion parë këmu me narkozë në Shqipëri, dikon me 15-16 qershor. E kam bo operacion e parë. Aja ka qenë përzidha kur ka orë doktori, ka rarë në lesë, ka pasu në blekosin. Po përshkakt se te unë e mendur me putë komën. Doktor Fadila, se ishë pytjesh shëndeti edhe jeta me pështu. Se unë i fillova më ojë trupi. Pe infekcionit edhe filloj trupi në të moj. Edhe, po fati, ka një edhe më fatkesi po tëmë. To është i zotë që hynën forsat, ullëshun, me non, po me non që shoka që. Ullëshun me ato, 2 helikopterë, edhe të po gjendjen time. Që unë veç fillova më ojë edhe më kësu gjendja. Edhe mu të në, ka qenë generali Rexha me ta,
Kur ka ardhur doktor Fajli t'ju shpjegua se kemi një pacient shumë keq, ka fillu tohet trupi, apo duhet mjaku të komën, edhe ata ndesa një vendosën vetë. Kanë qenë, ata vendosën, bashkërisht me stafin mjekësor tonin, me Fadil Bekin, edhe me stafin e komandës të Rexha. Edhe Rexha Selimi në një thotë, duhet me marrë edhe këto thotë si gocatin, çikën e që dhe atë bashkotës nga Kamarani, edhe që e nuse si është shumë ka qenë shumë rënë. Ta shumë në Angli dikon, kam dëgju si në Angli është, po është shumë mirë, dhe është zoti shumë mirësh, edhe nga kam unë një treve, edhe nga kanë qunë në spitalin Shërak. Ato këmë qëndru dikon deri në mesi korrikit, i bike 5-6 javë, ka mesi korrikit, se unë kam pasur babën koshare në luftë, baba ime ka pasur aty 2 vjetë kërkar pej Minheni, në koshare, me 1 prill është nisë pej Minheni, dhe kam rinë në luftë koshare baba, deri në përfundimin e luftës. Baba dhe familja nuk e kanë ditë që më plagosën. Jo se kanë ditë fare. Lagja ka ditë, kushërit, se përmes Radio Kosova Lirë që kanë emrua, që është plagu si më gocati, video është e një libe që kanë shtypin atë ko Radio Kosova Lirë, so vetin a plagu në Berish, kanë shtypin, kanë shkrua për mu. Jena plagos, në spital Kemnejt, 6 javë atje, në korrik, ka funi korrik, ka orë baba me marë. Kur ka orë baba me 20 qëshorë nësë s'ka bëj. Morin, komplet familja ime kanë orë për herë. Për Shqipërije, i në këthy, se s'ka nut me nejtë më Shqipëri, su gjithë shqiptarët, që kanë bazë zëshit vinë trojët e vetë, a jenë orë familja ime, kur vinë, një kushëri jemi, djallë agjës, nuk i të regon babës, asë nënës i qësë familje, se nuk kanë pasë 8.000 luftë. Nuk kanë pasë 8.000 kanë pasë në luftë. Nuk i të regon e që dhe baba i pytë, dhe të kosh gjysia, Hamiti i thot, ka shku të mi morë fëmin nëse s'ka bëjtë në Shqipni. Baba, po më konë ishte e mru. Edhe merra i baba, thot, ajte, thot, bas e vla, thot, dojlëm pak në përfshat. Ka shumë dramë, thot, dhe shkojmë, thot, në disa shpija ato. Për mja kujtu pak babës, mi thonë se që këta janë vramë shumë, ty të kam plagu djalli. Ajo baba që është mërzit. Po, kur shkojnë rrugës, e takojnë i Farukhotin, fshatit, edhe i Farukhoti pa dasht, pa... A të mendu që baba petin që plagosone. Edhe thot, mi qabëllah qysh e mirë, thot, qysh ka ljohë, thot, mirë, thot, qysh është hysi. Farukhoti pari njëri që edhe baba thot, po e mirë, thot është. Edhe e din si baba s'pedin. E nuk e qama gata i Farukhoti. Nuk e qama gata i, edhe kur largohet baba i thot, Hamit, thot, falë shpejë që më thot, tash, pikër këj falë edhe Hamitit. Thot, mos më rrajë, thot, se ja u plagu e o dekje. Baba i thot, Hamiti thot, jo, thot, më dekje, jo, thot, që i plagu, thot, po a kanë qunë Italia, në Gjermani, thot, nuk e dim, po kanë qunë spital, e din që për Shqipni është ku, në kanë emru shokë që kanë qunë për Shqipni. Kjo ka që këtë sole që baba nuk e ka ditë, deri që atë momentin, Faruki që është se bebe dhe pytë, që është hysi. Edhe tani baba takohet me komandantin, Hisin Shapanin, me mikin tem, Isa Gjemon që thash, edhe bisedojnë, thojnë me qyshetina është në spitalin Shak në Tiranë. Edhe baba të një vjenë në Tiranë, me dojnë tem Hamitin, nipin tem Ramizin edhe Habibin. Vinë në Tiranë, spital 210 edhe më qojnë mua ato, mi më konë gjomë, kur kanë ardhë, edhe një qytetari Shqipërisë ka qenë, një kastrioti, afer këmë pas, a i ndeshje me aksident, kishë pas bovi, se është pas partu, ndeshje, edhe më thotë mu, e i dërë një cak, që thotë se të karë babaj, ku i qeni që të nëshë babën, dajnë edhe nipin, ishtë të krytë, po nësë këmë tani mund të Tiranë, ka marrë qatë ditë. Ka qenë një kjerë i vogël, një makinë e vogël, nëse s'ka bëj jugo, nëse s'ka bëj mu me ka bu, kur kemi 5 vetë atë makinë, edhe kemi bu 26 orë dhe mi orë në Kosovë, 26 orë, sa dhe kollora që i vishin për Shqipërije, refugjatës që ishën dje, që i vishin edhe 26 orë kemi bu, ka marrë në shpe, i kam bëhë thmi, si shra bëhë thmi mbi 4 mujë, 5 mujë familje, si kam bëhë që asë nonën, asë motrat, asë vlezit, asë bashkëshorët, asë minë mi. Mas ronim ka orë vojza vogël su më vike. Ta shajmë ka vdekur shë ndjerë, vojza vogël, e vojza vogël mu su më kanë gjuhë teqë. Sa e ka lindë luft, ka lindë, në maj apo qëshorë, në atë të tete ka lindë, edhe ajas vojza vogël su më ka orë teqë. Ishëm shatarët, e së shpijat e dikën e shatarë, edhe në neta 3 ditë atu, mas 3 ditë e erë në spelë në Prishtinë.
E masë në më si vojza e vogël që vike. Tash është ndjera, ka vdik për leukemie, moshën 8 vjeçare ka vdik. Edhe kisha probleme ato. U mëri ke baba, vllazën, apo fëmija mi të majtë, po i kipi mi o tutke. Vojza e vogël e sviki që isha një pa një shumë për ta. Se kisha po në ato, asa e musëm qëma, unë kom po ato 4 herë, me thonë këtë 4 herë, kom po atë vojtë, se kom po ma shumë. E kom vjonë gjatë luftës. Se kom po se thmi, një kom po së Mitrovic, pe i Mitrovic të në qushë fëmi. Dhe si kom po në thmi. Na e ta me thmi, me familje, edhe në spital në Prishtinë, kam nejtë këtur një javë. Edhe mas javë ditë kam botu për Gjermani. Ishe rënë kur thmija jytë nuk nje. Se unë thash, vojza ka linë luftë. Ka linë qeshorë. A ka qenë një thmi i vogël, bebë. Ka dalë i bike mas 9 mujve apo 10 mujve dojnë në Shqipëri vojza. Ta në ku erdhë, u këthuj veç i buni një vete e diçka. E u më nisha me lume të, thash shumë eronish, kur thmija une familjen, thash se këmë po mbi 6 mujë, nonën, vëzërit, motrat, bashkëshortën time thminë e mëdhaj, se këmë pas një. Nuk këmë po mbi 6 mujë, po 6 mujë ka qenë rrështë, se këmë po heqë, fare, se këmë po. Mas 6 mujë ta në takohë me familje, si ardhen u këthynë. Shumë eronë, jo këtë më rëmu, kjo ka qenë eronë për gjithë qytetarët e Kosovës, edhe për gjithë pjesëtarët e Gjykës, ata si kanë po familje vetë, si unë, një tjera s'ka qenë, ata si kanë po shumë eronë është. Asë mos si të thasha më herë, më eronë është, kur thmija jëtë nuk të afrohet nga atë, a e veç sa kishë fillu, që dojmë ne të shkonë në zhakë shto. Vojza, 2-13 mujsh, kogja eronë është. Jo, nuk më ronë më që mollë shumë, se në e vetëm 3 ditë. Morin, shkova spital në Prishtinë. Prishtinë e të 13 ditë, edhe ka mohtu drejt për Gjermani. Të e filendëru një shoqatë shqiptare Gjermane, edhe këpuri në Gjerman, mu kisu gjendja prapë në Prishtinë, të e filendëru të një doktor të ndjerit, Faton, Marina dhe Betri Bakallit, edhe se 3 ditë përpo ata dashe marrë putë komen. Jo me dëshirën e tyne, me problemi shëndetësor. Edhe prënën përfundim, Fatoni edhe Betri Bakalli, që këti njerivt duhet me putë koma, për shkak se me pështu jetën, po erë në vizit, Zoti Thaçi me në vizitu një plegosi, Zoti Fatmi Lima, një ekip e ushtisim të Kosovës, njerëzve që kam në të quftën, me në vizitu në spital, Kuarsaraj, edhe në vizitu në, edhe me disa fjallë, disa si njëfsha, edhe Fatmi edhe Ashimi njëfsha shtu, tu vizitu me ta, edhe Pitërisi du të kputët koma. Bashkë kështu, thjesht, ata ju e shumë keqë. Edhe ndjeri Gjavit në Raku. Gjavitin e këmë jofë që se mati kemë lu me top në atë kohë. Se e kam afer, fshatin e ti. Në disa turnire në Marin që mati me Gjavit në Rakun, ishë për cilë të jashimit. Edhe ja nisi po majnë krave, tha, jo, po mëso po marak. Edhe me të po ke shumë. Tha, jo, tha, do të bujmë për pjekë, tha, do të pysu mjekë që mund me bu për ty. Në atë moment e ka ardhë, që edhe është një shoqarë shqiptare Gjermane, edhe bashkë me këforin Gjerman. Edhe kanë hy mjek më rena. Aty është vizita e këtynit që ta shkreve të UÇK-s, që i nërme në vizitu neve plagosërve, në spitalin e Prishtinës. Ka qenë ideal që më plagosër në gazment, i Arllati, fshatit Arllat, nëse s'ka bojt bujupi, në ideal shumë, ishë shumë rënda e plagosën shumë. Kanë mendos të një Betri Bakalli dhe Faton Marina, që urgjentisht të më dërgojnë në Gjermani. Kjo është reale. Edhe kanë mendos një thmi, një djallë 6 vjeçar, apo 5, mujtë ka bëj, pe kanceri kishin. I ravecit. Sot familjen nuk e di, më shput mardhonjë. Jo që, larga saj, po, pa dëshirën tonë, nuk i mujtë më, se unë shkuha në Gjermani, më kanë... Edhe kur u vendosën, unë a djalli me shku, kemi shku në aeroport, më kanë quhe, edhe ka mendos se djalli shkëm për Gjermani në më këthyve. Kjo është e vërtet ati një binën të Zotit. Edhe kur këthejnë anë, më thujnë edhe këtë 2 minuta që më qëtë në shpia. Kur më po të shpia në parin qëtit, unë përshëndeta me familje me këtë që unë, do të otoj për Gjermani. Kam bujt veçëm një natë shpe. Se Zotit është shumë i madhë, një të mirë që e banë malë, ki me gjithë të shpia, po e banë në shpe që në malë. Këto kanë thonë plesht gjithmonë kanë. Edhe ju që unë është të banë një të mirë të madhë, diçka, po dëshira, a i djalli, familja më thanë e ka kanceri, dhe këj djalli shkon, se aeroplani i vogël, nuk mujti me nënzo dyve me nëna aeroplan, përshkesish me krevetën a i shumë.
edhe kam vendosë jetën tem, t'jeni të bindën dhe Zotë të rrezikoj, të rrisna edhe e ku më me shkua djallin. Edhe djalli ka vdek, që vjen kesh për familjes, mas 6 javë kishë pas vdek në Gjermani, pe kanceri. Kjo është e vërteta, edhe kam shku në shpe, kam nejt atë natë, me në gjez, vje Miza, se nuk veç Miza ka po telefon një pjanë, herën, ka ora 5 me në gjezit, në ora 9 du të me konë spital në Prishtinë, thotë se kemi optu për Gjermani. Do të thotë 24 orë, nuk ndodhi ma shumë që mu vënë une, edhe që e shoqatë, se ma më thanë, mu më premtoja, ka qenë e pejsë një femën për kyse, premtoja dhe se nese ju masej si kina me të morë. I dyllë fjalla asojna që e falenderoj shumë, sot për atër, o nese më kanë morë ma që në Gjermani. Jo në mos minë si kam po tani, edhe 1 vjet e gjysë. Se një kam po 18 operacione në minën spitalit Tallkirën, thirët, lagja atu kongëgjin, prap vojzën mëra mos me po. Qëtë vojzën mëra veç me 30 me nejbe do, ndjerën, prap se kom po vojzën, kur ka marrë bijumëria, e ta shpeqish po 2 vjetë e gjysë vojza, prap së më vike. Tjeni të bitën e të zote, e tërë, baba kështë bo shpinë, në shpinë e vjetër, e këshin rregullu pak, edhe kur prap që e vojzë, dykun një 5-6 javë, di se në mësu me të u adaptu me mu, prap që e vojzë mu së më ka ardhë. 5-6 javë mas e ka marrë bijumëria në vitin 2000 një më këthyë, pe Gjermania, prap që e vojzë edhe 6 javë tjera, të adaptu të morë me të mirë nga pak, si dhe të jep pare, të jush. 5 javë që e vojzë së më ka ardhë, së më ardhë. Edhe pse kishë mu 2 vjetë e gjysë vojza, mbi 2 vjetë e gjysë, mu që e vojzë së më ardhë, së më kishë po vojza mu. S'ka mund me mojtë menë muaja. Se ka ditë ku shëmëne. Prap që e vojzë, kër e dhe për Gjermani tani, kisha probleme me të, mbi 2 mujtë sa mu adaptu vojza me muaj. Po është e vërtetë. Po unë jam shumë i knoqën që kam posë më zi shokët e mi, që më dhe me familja dhe me thmine vetë. Pa më bashkë se lufta e ka këtu sakrifica. Dikush sakrifikon ma pak, dikush ma shumë, dikush edhe me jetën e kretë, po folë Zotit shëqysi si në gjithë njëjtë me posë rastët njëjtë e si une. Se ka shumë rastët si une, po shëqysi si në gjithë. Edhe mi e mirë, jemi i knoqën në drejtim. Po dikën e mund da ma shumë fati. Dikush nëse duhet pak ma shumë e sakrifiku, pa dashin time, pa dashin e shokve, po fati ka dash ashtu. Edhe të une, edhe të shokët e mi ata që e në konë të bjagosën, në shkuja është më shëru, ka dash fati që t'jem ashtu që mës t'jem ofër familjës edhe mas lufte. Unë thash, familjem ka ra, mi logarit tjetur në pej vitit 98, familjem ku mund t'i po krejt 2-3 mujë. Luftë, edhe mës i kam po 3 vjetë gati, 3 vjetë e gjysë, so isha në Gjermani në spital. Atje kam po motrën, nga pas në Gjermani motrën, nipat, një djallë taqës, 2 djemë taqës, që nga mos kam po kërkom për familjes time. Se atër kështë viza, do shkë me viza marrë me vizitu. Edhe kjo sakrifik është shumë e madhe për e familje. Po kur nalësh edhe mendosh se njerëzit kanë jep ma shumë se une. Shumë ma shumë se une. Të mërë parasysh familje e shari. Fshatin tim, si thash 14-15 janë vrap, shtëpia e Gjisaitit që i thojmë ne, janë vrap. Të Bacit Recep Hotit vrap, të Abdul Zena që i thojmë ne vrap. E shumë shtëpia kur nalë llogaritje, unë jam zero. Thëmë sinqerisht, kur ata më nuk në gjallën. So jetimi është me të fshatin tim. Në tjera vizët Kosovës, so jetimi. Kjo sakrificë imja ka qenë shumë e vogël, edhe pse se kam po familje, edhe pse se kam po vojzën, edhe pse s'u nga një vojza mu, është një sakrificë shumë e vogël ndaj atyne, që sot si kanë familjarë, si kanë thmin, se ka thmin të vram. Kjo ka qenë një sakrificë shumë e vogël, po unë e falenderoj Zotin si sot jo mirë, unë e kam bo fiks 3 operacione kam bo. Tash edhe një po pres me bo në Gjermani, kam bo 3 operacione, falë Zotit, që kam qenë shumë unik në atë punën time të shëndetit, e kam fjallë gjithmonë, që kam rreziku shumë, për me pështu kongen, tash kam protezë mrena të femurit, e kam protezit, po familja shëshajt, pa bashkësisht kur do që familja gjithmonë shëshajt për çdo njonin. Edhe për mu ka qenë familja shëshajt, fëmija mi, baba, nona, mu të gjithë ka qenë shëshajt. Na me ndum si ura atë unë bëk, me ndum ashtu. Nuk këtë fundit se kemi prit asnjë. Nështë a kemi prit diçka, tleta, nai. Po pse bot një gjykat racista, po një gjykat anti-UÇK dhe anti-shqiptarë, nuk e kam besu një jetimi. Pikërisht nga ata cilët na kanë ndihmuar nga perëndimorët. Kjo gjykat për ne është e papranueshme, kam thonë 100 herë, mos të përmendni mo. Gjykat që tona mund të ketë vetëm drejtësi s'ket ato.
Dashti fati që unë edhe Nasimi të jemi në burg, Sali Mustafa është 24 orë para me në burg, që më vjen keq për një djalë tillë se Sali Mustafa ka qenë i burgosën edhe natë 3-7. Është një aktivist i hershëm, moshën e tij rinore, 17 vjetë gjysmë, Sali Mustafa ka qenë i aktivizuar në lëvizjet e ndryshme për shërimin e menit. Shumë i ri ka qenë Sali Mustafa. Shumë i ri, shumë i ri. E njohin njerëzit që mund të flasin shokët e tij më shumë se unë. Sali Mustafa ka shku burg të hetën, unë kam shku të premte, Nasimi ka të shtunën. Po ka qenë një bebasi e madhe që ne na ndodhi ajo që na ndodhi. Ne u dënuam 4 vjetë gjysmë, 3 vjetë në muj kemi mbajtur në burg unë Nasimi. Fakti është e vështirë kur të largohesh për familjes prapë. Tani është më vështirë kur të ndëgjosh si familjen ndodhin rastet që na ndodhen. Mu 4 vjetë i vdiq baba dhe nona, para se me vdik baba mu, shumë e ronë. E morëm aq keq, aq ronë, shpirtnisht, aq u mërzitëm na. Kadria su mërzit shumë, po të tomë si një kumor koraj për tina kumor. Për ati një kumor shumë kur erdhë vizit babën edhe ku erdhë në burg, tha, baba tha 3 ditë 4 edhe më desa. Kështu ka thonë Kadria, beso. Tha se e kështë po gjendin e tina. Edhe shumë dullë. Tani ka shku Kadria, mas se në vërëm se ka ndiju me shku Kadrin, mas 3 ditë ka shku Kadria. Te vari babës ka shku në familje, erdhë na tregoj, tha, shumë ka njën, tha, më taku me njerëzit. Shok, mirë, të shami që ka qenë papa ato. Shkoj largë, 6 muaj doket, i vdiq edhe nona, Kadris. E halallë maran. Era ne foti shumë. Shumë, edhe. Po tomë që një gjatë të ju mërdi shumë. Bashkë si qishë nona. Se shkoj baba, shkoj nona, në burg për e po, Kadria, edhe mërzit gjithë shokët. Gjithë si shumë rana, na mërzit. Po Kadria shumë i fort. Shumë një, po tomë ato kemi morë, korajo për tina dhe atë burg ninat që duhet njëri me qeni fort në rrose familjare. Se është kallaj, ku i ndodhë, ku i shisë, më larga saj, po e merë një pjesë dhimtës, po jo si familjare. Mas rrasit të Kadrisë, më dishë mu baba. Baba ishte në vizit, hera dytë, edhe fundit. Vdish baba, mas një mujtiti si këtë në vizit. Fiks 27 ditë. Erë në vizit, po më thot, që ti djallë jam, tha. Për mu thash vizita fundit, si ke para dhe fundit. A i shore 2 të nërë. Mi ishëm të ongërë, me në gjesë ishëm të ongërë në burg, se na me në gjesin e pregatishëm, kur vishin, se në uranon vishin vizitat, edhe na pregatishëm me në gjesin edhe dreken për musafer. Edhe të ongërë bukin akon. Bile pa të maru, të ljongë, edhe më tha, so bolica e ki dha këtu. Tha, se ljongë i mirë, vaqë të baboni. Edhe të ongërë buk, më tha, kjo vizita fundit është për mu, tha, por e fundit, tha. A që bëlla shikë të thështë orë, lufte për unë, që pak se baba i kishë 78 vjetë. Dhe jo, da po të më sinqeshtë, se më kam pu të kom të më, s'punin kom të mortu. Edhe mal direktive, kuptohen. 2 aviola me ndërru, dokumentacione, sen kontrolat, trept atje, 12 dyrë kanë qenë dhe i orë të une. 12 dyrë, ke pas 12 porta me kalu, më orë të i burgosni. Edhe pse gardian e kam pritë shumë mirë, i kam pritë musafirët. Për gardian që atë flasë korita, shumë mirë. Ne ti po vëtë e ka ora 2, e po është të ljodhë të mëra në burg, dhe baba, shku me po shumë në tel, po shku ka po shumë në tel, se 3 ditë rështë vizit baba. Si ka shku pi hage Osmu. Ka qenë një rast, në ndodhi shumë i ronë në lagja ato, një aksident, një kushirin të gjithë gruja, ajo bo dhamë, djali dhamë në makinë ditën e Bajramit ka qenë. Edhe baba ato kishë pas mërë pak presionin dhe mërzina mola, kër e ka pa ta thminë e tina. Edhe me më thamë baba keqë shumë, mu më liron. Mas 6 ditë që më baba më liron, më shku me po babën. Spital. Edhe kër u ktheva në qendër të bravëgimit në Estrit, se në ku mbujt në Oljekës në Fushë Kosovë, ke mbujt këtu, edhe po më pyet Hashimi, presidenti, Kadria, Nasimi, gjithë po më pyesin. Dha, qysh ishme Gjabdullah? Zoti thash është i madh, thash po, se Gjagdera në tru. Presioni i madh, shtypjes dhe Gjagdera në tru. Unë gjofti, thash po më gjofti me nëzim gjofti. Bili ma nga trek jam, herë të ke Hysni, herë Hasan. Hasan është një djali i Migjes, që baba em edhe Migjallat e ka rritë, që e ka me tjetim 6 muaj që ka njën në unë vetë. Tash para me shumë është ai. E këta kanë rritë, baba dhe vllaznija baba se kanë rritë atë djali mi, e ju ishë nga tru emni. Shkoj shumë edhe baba vdeq. Nuk më një unë nga marë vërim. Së më leju. E po thëmë, kjo është prejtimi shumë i keq për neve që nga ndodhë. Tash,
Edhe rasti i fundit i presidentit, që nuk e di unë, mas 4 kërkesave leju me orë me po babën në spital, mas 3 diteve, vdiq për që ty në të rona për neve shumë ku largosh nga familja, edhe nuk e din a pe gjonë, as pe gjonë. Tani gjallë. Pa mbasë shkon, baba, nona, bashortja, po fëminja, nuk e din. Për shkit arsye, po thëmë kjo gjykat ka bo shkelje të drejtja të burgosëve, që garantuar me komenda ndërkombëtare. Ne s'kemi qenë denum, ne kemi qenë ende në burg izolus, ne kemi qenë në nëhetime ende, dhe nuk na lejun që dim të shohim familje që na ka hije. Tani kanë liju marrë me po nonën se nonën kam gjendje tron shumë, vonë shumë keq nona. Kam vizitu nonën edhe 3 herë, po 3 herë kam vizitu nonën, edhe më herën e 5, jo herën e 6 s'u kanë liju marrë me po nonën, se ma ka qenë dikon shtatori, të totë na lirun me kusht që shu liru më në Nasimi, ka qenë eron shumë edhe Nasimi kërë dhe glavë. Agrori, kur kam dhe ka agrori, ka qenë i ri, edhe ajo është 66 nëse s'ka bëj, po shumë i ri, shkoj edhe agrori, kanë qenë disa vutje tona që i kemi një shumë keq, shumë ranë, po thëmë shumë ranë, se kjo gjykat është bu pa nevoj, është një gjykat që s'ka dërsi fare s'ka, merret me shqiptar, shqip folc, që i bashkëpunëtor Serbisë, që i bojnë argat dreqit, e nuk i bojnë argat venit vetë, ku ka një babgjysh e stërgjysh, po i bojnë argat hujt, merret me këta njerëz. Ceremonin e varrimit i kene përcjell përmes Zoomit. 2 orë. Kjo është e vërtet. Edhe unë, edhe Nasimi i kemi përcjell përmes Zoom. Besoj edhe presidenti ka përcjell përmes Zoom. Besoj se ta lejojnë. Kërkesa, gjykata merr vendim edhe ta lejojnë. Unë kam përcjell këtë ceremoninë e varrimit. Pe kur ka filluar pe shtëpia, kortezhi që fillon funerali i babës, e kam përcjell pe oborrit deri sa kam marrë babën, edhe fjalimet që kam folë aty në të vortë i kam përcjell këtë përmes Zoomit. Kam folë me familje, kam shkruajt nonës, llavt, migjes, motra, gjithë kam shkruajt përmes Zoomit, vajzat mia, bashortës time, kushereve, mi kanë liu me përmes Zoomit, është e vërtet edhe të vorët, kam folë me disa njerëz që ne kemi mos ndalu me të flasëm. Kjo është e vërtet. Ke pas arsye, flet vetëm me familjen e ngushtë, me tjerë nuk ta kanë ju po, ty falenderoj Zotit që atë ditë sa ngocën, edhe kam folë disa shokë mi, kam folë përmes Zoomit, që ma kanë shkruajt mua. Ty falenderoj gjithë ata shokë, ata miq, vetëm përmes Zoomit kena përcjell gjitha këto. Gjitha përmes Zoomit. Edhe tani kam përcjell edhe pamën që thojmë ne. Edhe ato kam përcjell përmes Zoomit, një orë gjysmë 2 orë ma kanë leju. Është e vërtet, kam folë edhe Zoom, kam folë në pame. Kam folë me disa xhallar, kam folë me disa miq, kam folë me dajtë e mi, me nipat, kam folë atë në pame se kanë qenë njerëz që kanë po. Po gjithmonë, ty vetëm gardian që kanë qenë shumë njerëz të kuptueshëm, që kanë ditë ata dhimbjen e kanë po ata dhimbjen. Po them se kam unë pjesë dhimbjes ata, sigurisht keq, se momentin që më ka tek baba mua gardian më ka shkruajt. Momentin që ka tek baba Kadri Veselit, gardian e kanë shkruajt edhe për nonë. Edhe Nasimi që ka dik vllavë kanore kanë shkruajt gardian. Kjo është e vërtet. Çka të flasëm për gardian, vetëm gabojna. Gjithmonë për të mirën kanë qenë shumë kooperues me neve. Edhe ty fol gardianëve, po them, nuk na kanë nguc fort në Zoom si kemi fol. Vetëm me media s'ke pas drejt. Me media ke pas ndaluar. Në media u konë ndaluar rrëpsisht që të folsh. Po ka qenë ndaluar edhe me tjerë njerëz me fol. Po ata disa tolerimi i bëshin. Se në Zoom kemi pas vetë 4 persona me fol. Mbi 4 persona, po folshin. I kemi shkilë të procedura, i kena shkilë këne, po ty vetë nuk atëherë që fort. Na kanë thonë këne nuk bëhet so keq që mund në vëreti mja unë diçka, kështu që nuk na kanë mund fort, ka mund një fat tolerimit vogël, gardiant, po gardiant kanë qenë shumë njerëz të mirë, janë sjellë shumë mirë me neve, sidomos me familjarët ku kanë ardhur me na vizitu, janë sjellë shumë fenomenal. Unë nuk du të them që si mësu se më liru, se ato gënje para ju edhe opinionit. Po ju gëzim me thonë valla u knoqa pëse u lirova. Ja pe di lirimin tem shumë të mirë. Ja se familjarët e mi, po kam qepse po shkete familja. Se kore para mendojshe, kone ke lonë borgo. Me njës që kështë nejt 37 muaj. Me njës më të majtë kombit, me njës më të majtë shtetit, me njës më të majtë të ushtin që në Kosovë që kanë udhëheq luftën, paqen, apo gjitha procesi që kanë udhëheq me ata njerëz. Me njës që shakon luft,
se me regjim se një më dashë më kateria, kemë konë në luft. I njëfësha gjithë asë një nësish një pa një shumë për mua to. Gjithë i njëfësha. Unë kam pas lirona me 18, ata më kanë liru me 17, ditë për para. 5 ditë, kam hinë dhomë në ora 9, se në ora 9 më qëjtet të dhoma, isha të kjoj njëshët të futbolit, edhe ka qenë një Roman, për gjithë si burkit, që s'ka qenë djali keq, ka qenë djali i, nuk ka qenë djali keq. Zakonisht, administrata burë ka një disata, ka njësa reglat veta që na nështë se kena përfile, ka mujt tjetë na mos marveshim të, apo na mos kuptim, po erdhe dhe hyni mrena, mu qelë dera, po tom, se në ora 10 më hapë dera është të pamushme. Jo, në ora 10, veç smundja e i smut, ka më të hapë dera. U qelë dera, edhe isha të këshyt ndeshë futbolit, të kini mrena. Unë e gjithë mund veshin të nona, se kisha nona më njësë mundjet rronë, ka vdek nona. Tini të bitë në qëto këm pas. Gjithë mund e këm pas qëtë ves. Edhe ka i mena kur për më të dhe mu. Gocat tha, një lejmë mirë të për ty. Pithra se bërfysës, besi që ka me lejmë mirë, thash nëse ka vdek nona, thash, a e shë Shqipëris për tysja. Thash nëse ka vdek nona, në të më dregat, se na pajtojme këtu, sa nëse kem pajtu, dhe jem njës që kuptojmë, jem njës që besojmë zot, edhe, tha jo, po më thotë e mu, jo, ata. Nesër me njës në ora 4 e gjysë, kimi e të për Kosovë. Më e pëtëm kom me 18, tha nesër. Ma pru një farë valigje shumë e modhe, tesha. Po tisha të ta vetë i kam plu guardian, jo, se i kontroleshin që akin gjepa sene, edhe i paleshin në të valigje të modhe. A ka dhe mundësi mu përshëndet me shok, tha jo. A e shumë ranë. Shumë ranë. A e vdekje, po të më se vdekje, për njerin, që kuptot që është njeri që ndonë të mirën të kishe me shok, ish njëtën time, se veç që këmë përtu këmë badek baba, dhe ato këmë përtu masroni. Ti në të bindën të zoti, aja po masroni. Tha jo zban. Gjithë së këmë tajtë. Me najtë 37 muj, me hongën me pi, me një tavullin, me një trujë si dojnë. E në fund, mësë më kënë gjendë me jazgot dorë në shokë më përshëndet, pak të insistojmë një shqiptarët, me amor halallin një vjetrit, se ne jem njerëz. Edhe në ora 4 më kanë hapë derë me në gjëzë, bani më shku pastru, më rru, sane, edhe prap një kërkesën atyne. Mundësisht, për i luta, beso, në zotë, se di ku mujtë me i luta shfët, po tha, a disa gëzoha. Po tha, ndërë është e spion kësi thojtë, vetëm për besojna. E po na ka bollë qështu, vetëm t'i shoh. Edhe, kam shku të Baci Jakob, njëtën time së morë marrën se me Baci Jakob përshëndet. Se këta materi gjithë, ta e përbalojnë. Kam shku të Baci Jakob edhe u qu Baci Jakob, jëmë përshëndet me to, po së më kanë me zgodë dore. Ja së më kanë do. Dhe ka miran, të presidenti ka qenë i dyti, tani Kadria ka qenë, edhe po më thot, Hashimi ku po të tha. Thash, kësë me të pishpije, edhe emocionet më doja. Thash, do t'jemi sinqert. Ata shumë të fort, i la shumë të fort më nëna. Shkova të Kadria, ashtu të Rexha, të generali, të Sali Mustafa, Pjetri, të Nasimi. Në bilje Nasimi më thot, tha, sot të mërkure, tha, është të morte. Ditë e mërkure i bike, 18 më liruhe. Tha, nuk e mërkure sot. Thash, jo, këta s'po mbejzë edhe sot. Edhe më përshëndet, përmes sasoj shpijungës, po emocione shumë mëja emocione, i lash do burat maj atje mrena, pe i bacetu blerë të Nasimin, i lash do burat që ka jep shumë për kumbin, që ka mënu shumë për këtë ven, edhe kam dojtë poshtë atje, mi që ngunja 5-6 gardian që ka lejme, edhe u përshëndeta me gardian, keni të bindi një gardion t'ju ka të rrë dhe mi e kraku ju më përshëndet me to. Se edhe ajo gëzu, po më thot për këtysja, po thot gardione e po gëzu se po shkon. Ai ka pak i dhemshën themrat me Sadiune, qare e kështu. Thash, as 2 milimetra, thash nuk kemi knoqen. Zotin e kom dëshmitar edhe për këtysën, tha pse? Tha, po shkon familje, po shkon të nona, të bashkërit, dhe jo. Tha, se pedi kom pelon mrena. Edhe, është shumë e ronë është. Kur e tin ti me kon kenajt, edhe kushen ata njerës, qëfar kontributi kam bu për vendin me 10 vjetë, 20 vjetë, Baci Jakob ka qenë i burgosën, 11 vjetë në vitin 81, është i burgos një fundit që është liru nga sistemi Jugoslav. I fundit është për shqiptarëve. Jakub Krasniq është. Mos ka pas burgosën politikë mas Jakub Krasniqit. është i fundit. E kur nalë është qyrë
një plak 75 vjetë sot, 74 se ka pëse ado mbrapa aty në grilla, ta shrali është e qyrë, sa një Mustafer ka qenë i Burgosen, Nasimi ka qenë qështu po i Burgosen, Pjetër Shali, edhe ka qenë i Burgosen vitet 10-81, edhe ku në qështë e këta bura, kanë vujtë në kohën e sistemit, prap e kinë kohën e sotit, ta shrali është një njeri, si ka Dreveseli, e është më thoqe, që i ka më prit luftës, proceseve të paqes në Rambujie, në vjen të Austrisë, ashtë i me shpalli shtetin, e konali shëtë e ata bura, propa grilla, veç aj si s'ka ndjena njerëzore, edhe veç aj si s'ka gjak shqiptari me ndonë të keqen për ta. Unë po të thamë, e di që atë është burgi, tash, se s'kam qenë burg kur për para, e di që atë do të thotë me të vdek, antari familjes me kom burg, unë kam qenë një lëkure në shimë thaqet atë ditë, edhe gjithve të atyne, që kam brejtu vetë, se mas katrija më kam dik mua, kam qenë një dytë, që e pat atë rastin që në ndodhë me babel, e kam ditë që do të thotë edhe vllaznia Hashimit, edhe nona Hashimit, kur nuk e shohin antarin e familjes të babaj vetë, apo të pambarësisht antarin e familjes, kur vdes, këty në trona, këty në shumë trona, po ata janë shumë të fort. Mu me vazhur atë ku mora të vullnet. Gjithë. Ku mora të vullnet, ku mora të korajo, edhe për para, kur ke qenë burgin e Jugosllavisë, e ke ditë pse ke i burg. Pse ke qenë kundër Jugoslavisë me shkatru Jugoslavinë. Sot nuk e dim se e burg ata njerëz. Po thëmë sinqerisht, ata njerëz nuk e dim se e burg sot. Difto për vendin tonë, shpallë pavarësinë me shku burg ti. Unë se di këta njerëz a kam pak tru, si stojmë ne, po ndash po dojnë në men, kur dojnë për Facebook, a shkrujnë, flasin, kush ja prun këtë ri? Po, atë me shari me shok. Me 3.000 dëshmor, me 3.000 invalida, sot se kemë dhëmë gjelë dy trupit, me 15.000 veteran, 20.000 veteran sojen. Qëtë kush e prun këto? Qëtë ka ri, kush më ka prun? Më kam prun shok të e mi. Sot se më këtoj veteranve. Këtojnë e shtetit, kush ka prun? Dëshmorët e kam prun. Lufta titanike, atë me shohen, kryme atë me shohen, edhe me gjithë dëshmorët. Që mos jes borsash, mos i përmeni emën për emën se s'moj gjithë i përmeni, ata e kam pru, këtë qeverin pushtet. Sa halon, ndoshta këtu është Serbia, ndoshta larga saj, edhe thëmija minë është ndruar serbisht, po mos ishtë kjo luft, mos ishtë, kjo është ishtë ndorë Kosovës, që e prodhëm deri sot këtu kanali ku e kim Kosovën. Gjithmonë që e kim Kosovën për të mirë, edhe shpresoj si ata burra, unë besoj shumë Zot, jam i bindur që ata shpejt do t'i kim Kosovë. Shpejt. Po ku do t'jesin ata dyftyshat, ku do t'jesin ata që kanë rrejt, ku do t'jesin ata që kanë bo marafaki, që kanë do pleshtë të për para, apo kanë bo shpionazh, ku do t'jesin ata? Ku do t'jesin? Që kanë bashkëpunu me gjukatën sërbe për domin e Kosovës, që kanë gënyu për një par letra me urazil, po për një diçka, ai do t'jetë turpi tyne djallë mas djalli. Jo vetëm se ka po turp për veti, ka po marrë për veti, po kjo do t'i përsëritë djallë mas djalli, marrë do t'a kenë. Edhe nesër thmija tu, thmija mi, edhe sënipa tonë, do t'ja bo me gish, si ky është djalli i filonit, apo nipi i filonit, ky është turpi më i madh për ta. Nuk ka befasu rasti Ferizajt, e aty në dyve. Hajde në kohën e sistemit, kanë qenë t'lidhur, për një vend pune, për diçka ma mirë, për një jetër sa ma mirë. Që edhe ato zot me bo, se është marrë me bo, me dëmtu, vendin tonë, shoshin tonë, kombin tonë me dëmtu. Po, sheklli 21, 20 vjetë pas qerimit, po shkon po bashkëpunon me bien sërbe. Po nuk e di këta njeza kanë gjak shqiptari, është mi mjo bo atë nën. Se i rasi kjo në tyve në Ferizaj, ta nuk e di që është ndim vetëm bre, edhe shambja mas kesti, si me mjërë keqatina, mu vjen keq, ku e shot të zgërdhi. Shkon në gjukatore del, ato, edhe e qënë dorë me pjetë dukët. I dukët një trimni, një vorni që ka bo, edhe kesh. Unë zi të logaritaj me qitë gisin kokë, edhe me di që ka boj, qëfar marrë ja kalon djallit, nipit së nipit. Ky është turpi ma i modhi. Sot me bashkëpunu, me bien sërbe, apo me udbën sërbe, të di si Kosova më nuk gjbohat, Kosova bu një ashtet. Të di si më Kosova si bashkangjitit Sërbis. Kosova do të bashkangjitit Shqipis me emër Zotit. Të di që sot Kosova e ka falë Zotit të anë institucionet e veta. Pej qeverie, pej ushtërije, policie, dere sigurimi që thash, akia që punon. Po shkoj po bashkëpunoj sot. Me Serbin, domin e vëllezërit vetë, kombit vetë edhe shtetit vetë,
ky vështini ndodh. Po, si mbazgjase ka pak edhe gjeneza nështë mund tjetë, gjeneza e tradhtis, të dikush, me siguri kanë gjeneza e tradhtis ata, pa mbarëshit se nështë mund t'jemi ka bumë këtu, baba i dje, po babë gjyshit i ka qenë bashkëpunëtore i Rankovicit në të kohë, i Miloševićit, apo i Titës, apo i shërbimeve sekrete serbe, apo i Jugoslave, mund tjetë edhe gjeneza pak. Tash, po flitet për shumë vetë. Po shpresoj shumë që policia ju edhe sigurimi është shtetëror që është, akia, gradualisht, do t'i ziljon, do t'i zbuljon, edhe do t'i burgosë. Për ju që se keni po ashimin për ditë kështu, për qytetar, do këtë ashimi ka u peshë. S'ka u peshë ashimi heqë. Unë që kemë në 37 më to edhe kam njërë të kështu, edhe këtu kërë në qenë para në burg, ashimi po qaj ashimi është edhe nga pesha, edhe nga pseqika, edhe nga morali tine i furë nga gjitha është ashimin. Ljo dhe mund t'ketë. Se të dojtë me shku më nejtë 5 vjetë ljodhësh, apo me shku më nejtë me lo 5 vjetë, njëta fjallë, njëta bisedat, njëta ljodhë ato. Unë nuk do të thëmë, po ashimi me shëndetu shumë mirë, do të lidha vetëm mirë. Neve gjithë në karo Covid-i, ati ashimi si karo Covid-i. 2 herë. Tonë nuk ka gjërë. Unë e kom pas Covid-i një herë, atje në burg, në qenë përpërimit, herën 2 se kom pas. Tjerë gjithë e kom pas ka 2 herë Covid-i. Ashtë në thua gjithë Covid-i si karo kur. Këto du më të avërtu, se ashtë në thua që me shëndetu shumë mirë, e ka imunitetin e fort, trupi tina, është mund që ditë. Me një për ka e gore, ku në vishë në senë të shimur, dhe këtu senë dhe këtë këmë unë, dhe ju dhe se ne ka 5 ditë kina pas izolim për Covid-in. Bacekup ka qenë shumë rënë për Covid, edhe Rejqa ka qenë shumë rënë. Pietri ka qenë dikune dhe Nasimi, ka qenë, se përshka se temperaturat më e mushtit, po ashtimi si ka ro Covid-i kur, ishë. Gjithë kina pas ka dyre Covid-in. Ashtimi si ka pas, e kështu, punë në të gjithë ato, se e me shëndetu shumë mirë. Në sytë të binit doke që është i lodhë ashtu. Po jo, se ato kem, na po që me goja kem pas një motëse edhe peshore. Pjeti ka qenë shumë me pesh me madhe, Nasimi, shumë me rrot kena qenë, e ata aje majke qatë pesh në vetin gjithmonë. Aje Kaderia dhe Cali e majshin qatë pesh edhe Bacia kup ditë jukon. Kështu që mirë, me sëndet të mirë, është të amodja najna njerës, pe gjako pe mishë, gripi, bjen gripi. Qëta që ka pas një ftufje, që kanë shetit, a i ka dalë ka shetit në përsi që në dëgjova, të regun, ka pas një ftufje para 2 dite, dikun pa 3 javë dite që s'pat mon pjesë një sanë sa 2, ka qenë një ftufën, ashimi, po ashimi është shumë mirë me shëndet, me gjitha shumë mirë, ngarkesa kuptohet, ngarkesa e procedura gjyqësore që janë seancave, sene, po ngarkojnë, se ki shumë materiale, me ki shumë sene mu merë, me po është ngarkesa mëllë, se ato kena pritu në vetë, po ata kanë një ngarkesa lomat mëllë, po është ashimi shumë mirë. Gjithën shumë mirë, gjithë. Edhe Kaderia, edhe Bacia Kup, gjithën shumë me shëndetin gjithën mirë. Vdekin e kam mendu gjithmonë edhe mendoj, për qamin se kam mendu kur se do të ketë të shqiptartë. Për qamin po ditë kush e boni, për interesat veta politike, ditë me amin bemen, ka amin me amin njeri që boni, po një shalu qytetarët e Kosovës, që të keni unitet me zveti, të keni bashkim me zveti, politika është politik, voto ko dush, anë ka dush, zgjellë cilin përgan partisë dush, po me shok, me miq dhe me qytetarë nuk duhet më prish. Po duhet jetë i unitet shumë më madh, tjetë uniteti që shka qenë para luftën, luftë dhe mas luftën një kohë. Dhe është e vërtet se kemi një përqarje politike. Një përqarje që s'na ka hije, se ky vend ka dhonë shumë. Mi 15.000 vra. Edhe 1.600 të zhdukur me sa di une. Sot ne të kemë këtë përqarje është turpi madhë. Unë isha në një debat edhe debat e zakonisht për lamë. Edhe me në gjithë se këmë gjohë vetë vetën se këmë gjohë. As fymje, as shamje. Po shohë e brejësinë së është problem, po jo është të në Kosovës. Se është të në Kosovës nuk lidhët brejësinë Kucatin. Aja është me amadhe se Isnia, është me amadhe se gjithë sen, u që këja. Kjo është turpi me më disa njerëzve që po në sulmujnë, pa të drejtë. Po gjithmonë, kësoj i para prin një njëri, që ka bukit përqamje. Që ka bukit përqamje në kombin tonë, poplën tonë. Tash përqamje në Shqipëri, përqamje me Qërni. Për interesa klanore, politikit veta. E kështu që mesazhi jam i fundës, bashkohëm, punojmë për të mirën e vendit, për të mirën e kombit. Mos përqohëm,
anë ka dush, voto ku dush, po për çovje mos ketë mes neve. Lufta mos fyen, dëshmorët mos fyen, invalidët dhe veteranët mos fyen, se pakta sot veni si shkoa këto. Unë kam dëshirë më të madhe, dhash Zoti, këta burra që shoh gjithmonë bashkë. Këtë vend që shoh gjithmonë bashkë. Ta që përpara këtë vend, ato ku ka amaneti dëshmorëve. Ato ku ka dosh atë mjesori me shok, ato ku ka dosh partë tonë. Se lufta e bëlla më herët. Lufta Zembetës, Shabapollushës, Medelis, lufta tjera, menan që mos vjes bosh, këtë territorit shqiptare janë që kanë bos lufta. Të qojmë ata manet, ato ku kem qëllimin, të kem trojët e bashkume në një vend, të kem një njeri pushtet që u dhejsh Kosovën. Edhe me mandatet caktuar që është dihet gjithmonë, se ju një njeri tjetë i paprekshëm, po një njeri që din, ka vizion, ka program dhe ka traditë. Edhe unë besoj se shqiptarët inshallah do të afrohen mes veti që kemi qenë gjithmonë.